Pas 8 viteve hetim shkatërrohet një nga bandat më të sofistikuara të narkotrafikut me 9 drejtues shqiptar i koduar grupi shqiptarëve. Ndër emrat të cilët lidhen me këtë trafik dhe që sot janë njohur me akuzat ndaj tyre janë Endrit Dokle, ish antar i bandës së Durrësit, i cili aktualisht po vuan një dënim tjetër me burgim të përjetshëm. Një tjetër emër i lidhur me trafikun e drogës që vjen nga ish banda e Durrësit është Shefqet Vata. Ky i fundit është njohur në burg me mandatin e arrestit pasi po vuan një dënim të mëparshëm. Vata është arrestuar në 2010 dhe cilësohet si një ushtarak besnik i Dokles. Ndër emrat VIP të trafikut të drogës nga qyteti e Burgut është edhe ai i Vlonjatit, Arben Shtëmbari, i cili prej vitesh kryen këtë aktivitet. Para arrestimit, Shtëmbari ka kryer rolin e skafistit transportues dhe fshihej pas identitetit Ilia Prendi. Prokuroria shqiptare njofton se operacioni koduar Elenika i shtrirë në Itali, Shqipëri dhe disa vende të rajonit ka çuar në parangosjen edhe të Zenel Ballës, Elvin Muços dhe Shpëtim Danajt. Këto arrestime u kryen në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetet e Durrësit dhe Vlorës, ndërsa në shtetin Fqinj në Itali janë arrestuar shtetasit Renald dhe Roxhen Velja. Nga ana tjetër, për 4 persona të tjerë, organi i akuzës ka komunikuar mandat arresti në ambientet e burgjeve shqiptare, pasi Endrit Dokle, Arben Shtëmbari, Jori Dëxhunga dhe Shefqet Vata po vuajnë dënimet për vepra të ndryshme penale. Po sipas organit të akuzës, sasia e drogës së trafikuar i kalon qindra kilogram, ndërsa për këtë shtetas do të ketë edhe verifikime të pasurive, pasi dyshohet se paratë fituara investonin në sektorin e ndërtimit, bare, restorante, lojra fati e tjerë.